Kështu që çfarë do lloj situate në jetë që të errësohet diçka, të errësohet vizioni mbi jetën, të errësohet disponimi mbi jetën, të errësohet ndoshta fjala bie për shembull disponimi në familje ose në bashkëtorësi e kështu me radhë. Çdo lloj errësimi te kaloj me namaz. Te kaloje duke e falur namazin. Nëse eventualisht ke një fjala bie një mosmarrveshje në shtëpi, ose ke një situatë domethënë të keqe të raporteve me dikë dhe ke një thymje shpirtërore kështu me radhë, të mos e bisedosh me askë, të mos e hapësh muhabetin me askë, të mos e trokasosh derën askujt, thjesht vetëm faleni namaz, fali 2 rekate për Allahun subhanahu teala dhe do të shohësh se si Allah subhanahu teala t'i largon vështirësitë, t'i largon brengat, t'i largon sprovat, të përgjigjet në lutje dhe të jep një rahati dhe një qetësi shpirtërore. Ndaj kjo është edhe porosia Allah subhanahu teala për vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne dimë që Allah sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i sprovuar nga populli i tij. Saktësisht populli një pjesë e madhe atyre të cilët nuk e kanë besuar, jo vetëm që nuk e besonin, po edhe talleshin me të dhe i jepshin emra nga më të këqijt. E quanin për magjistare, e quanin për të çmendur, e quanin për njëri të marrë kështu me radhë. Mirë, po krejt kjo padyshim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte mërzitur. Ashtu sikur se e mërzit çdo prej njerëzve, domethënë fjala e keqe të tjerëve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ngushtuar shpirtërisht dhe ishte munduar shpirtërisht nga fjalët e njerëzve. Allah subhanahu wa taala na thot dhe porosit dhe kjo porosi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vlen edhe për neve. Thot Allah subhanahu wa taala, thot ne e dim mirë Muhammed se ti ngushtohesh shpirtërisht për atë që thon njerëzit për ty. Për atë që thon ata pabesimtarët, sepse të tjerët e kanë besuar. Thot ne e dim mirë se ti ngushtohesh shpirtërisht për atë që thon ata. Por ti, thot Allah subhanahu wa taala, por ti madhroje me falënderim, madhroje dhe falënderoje Zotin tënd, e falu e birë në sejdë. E falu e birë në sejdë. Sikurse Allah subhanahu wa taala na jep rregull të përhershëm, rregull të pathyeshëm, rregull të përjetshëm. Ke situatë ngushtimi, ke situatë rëndimi, të rëndon dikush me fjalë, nuk e gjen veten mirë në një rast të caktuar, ose ke situata ngushtie në rrethin i cili ndoshta nuk është i kujdesshëm me ty, ose ndoshta nuk po të vlerësojnë si duhet, ose do të vi momenti derisa ta kuptojnë vlerën tënde, mirë po deri në atë kohë mund të jenë jashtëpasjellshëm e kështu me radhë. Si ta te kalosh këtë situatë, po i thot më dashurit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, falëndero Allahun, madhëro Allahun dhe bërë në sejdë dhe falu për Allahun subhanahu wa taala. I jep këtë rregull të përgjithshëm të përhershëm që vështirësitë e komunikimit, vështirësitë sociale, vështirësitë e mirëgjetjes të vetvetes në rreth të i kalohen duke falur namaz. Dhe këtë besoj që është një thirrje e rëndësishme për gjithësinë prej neve. Përpara se të fjalosësh, përpara se ndoshta të thuash fjalën e fundit të parën, përpara se ndoshta të marrësh një vendim për të shkëputur një lidhje, ndoshta edhe për të bërë një gërdi në raportet familjare kështu me radhë, përpara se bësh një të tillë, thjesht fali 2 rekate dhe pastaj do të shohësh se mendja jote mendon ndryshe dhe rezultatet janë ndryshe. Dhe pritshmëritë do të shtohen dhe me lenin Allah subhanahu wa taala do ta tekë këtë sprovë.